Kandidatja e Partisë Socialiste për zgjedhur nga platforma deputeti që duam Sara Mile ende po bërë deputeti dyshohet se ka fituar tender publik përmes kompanisë së bashkëshortit të saj. Kushtet në spitalet e vendit lënë për të dëshiruar. Në spitalin e Vlorës pacientët nuk marrin as higjen, as ilaçe, as shërbime, ndërsa në spitalin e Shkodrës gjaku që durojnë qytetarët ruhet në parvazet e dritareve. Kanë kaluar gati 2 vite nga vdekja e 16 vjeçarit Klej Xhaja, por ende askush nuk është shpallur fajtor. Familja e Klejt thekson se nuk do të ndalen në kërkesën për drejtësi dhe paralajmërojnë se nëse zvarritjet vazhdojnë do të ndjekin çdo rrugë ligjore dhe publike për të denoncuar këtë padrejtësi. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Kryetari i Bashkisë Kolonjës, Erioni Saj, është fotografuar duke e përqafuar një nën të moshuar. Ky gest ka tërhequr vëmendjen në rrjeteve sociale. Banorët ankohen vazhdimisht se përballen me mungesë uji, shkollash apo shërbimesh, ndërsa kryetari i Bashkisë shpërndan përqafime në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit. Në një performancë prekse që do t'i bënte zili dhe teatrit të estradës, kryetari i Bashkisë Kolonj, Erioni Saj, dikur humorist profesionist e sot politikan me kohë të pjesshme, ka zgjedhur të shpëtojë Kolonjën me mjetin më të fuqishëm që kanë në dispozicion: përqafimin. Në foton që po bën xhirën e rrjeteve, Erioni shfaqet duke përqafuar një nën të moshuar, ndoshta si një metaforë e lidhjes së tij me qytetarët. Por më e fuqishme se përqafimi është mungesa e dhëmbëve tek nëna. Një simbolik therse e asaj që Kolonja ka humbur: shëndetin, kujdesin dhe madje të drejtën për të kafshuar një preptim elektoral kur ai del gënjeshtër. Sepse ndërsa përqafimet shpërndahen bujarisht para zgjedhjeve, infrastruktura mbetet një kujtim i vegët. Rrugët janë plot gropa, uji është një luks, shkollat bosh dhe spitalet më mirë të mos sëmuresh fare. Banorët ndihen të harruar, por kryetari kujtohet sa herë afron fushata. I dashur, i përzemërt, thuajse romantik. Për disa, një akt hipokrizie. Për të tjerë, thjesht një skeç i gjatë humori që s'ka më as publik e as duar trokitje. Ironikisht, vetë Kolonja sot ngjan si një skenë e braktisur. Në orën 11 të paradites, në Ersek, rrugët janë bosh. Jo nga qetësia, por nga emigrimi. Një qytet që dikur gomzhinte nga jeta, sot frymon si një fotografi e zbehur me filtr nostalgjie. Por mos u shqetësoni, për këtë ka përqafime, sepse kur njerëzit largohen, përqafohen ata që kanë mbetur. E kur ata që kanë mbetur nuk kanë më dhëmbë, qesh me sy siç bën edhe Erioni. Në mungesë të rrugëve, një foto. Në mungesë të planeve konkrete, një puthje në faqe. Dhe në mungesë të gjithçkaje tjetër, një përqafim i shpërndar me kujdes në Facebook. Dhe në fund një pyetje filozofike. A mund të ushqiesh me përqafime? Në Kolonjë duket se po, ose të paktën s'ka mbetur gjë tjetër. Sara Mile, deputete e Partisë Socialiste në Elbasan, sipas një investigimi të kryer nga redaksia jon, është lidhur me disa tendera publik përmes kompanisë së bashkëshortit të saj. Kompania ushtron veprimtari në Durrës dhe Elbasan, ndërsa ajo është përzgjedhur nga platforma deputeti që duam. Në një investigim të fundit, redaksia jon ka zbuluar ekskluzivisht lidhjet e ngushta të përfitimit të Sara Milas me rilindjen dhe kandidimin e saj në zgjedhjet e 11 majit nga Partia Socialiste. Rezulton se kandidatja e Partisë Socialiste në Elbasan ka përfituar disa tendera të fuqishëm publik me anë të kompanisë së bashkëshortit të saj. Me vend të ushtrimit të veprimtarisë së kompanisë së metalit të bashkëshortit në Durrës dhe Elbasan, nuk është çudi që Sara Mila është përzgjedhur nga platforma deputeti që duam për të bërë deputete. SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ka patur informacion se për këtë kandidate po sponsorizohej fort nga grupet kriminale të qyteteve ku kompania An Metale e bashkëshortit të saj, Aleksandro Bardit, ushtron veprimtarin. Për Milan pati një përplasje fizike pak ditë më parë në Elbasan për vota, lajm që thuajse nuk është pasqyruar as pak në media. Redaksia jon ka zbuluar ekskluzivisht se An Metal ka përfituar fonde nga tenderi i bypassit të Fierit, e po ashtu tender të tjerë për barierat metalike rrugore në disa akse. Përpos se kandidatja për deputete ka përfituar fonde publike me anë të kompanisë së bashkëshortit para se të fusë këmbët në parti, të tjera skandale janë zbuluar ekskluzivisht nga redaksia jon. Për kompaninë e Aleksandro Bardit ka lobuar edhe Damian Gjiknuri dhe Gledian Llatja në Elbasan, gjë që ngres spekulime për lidhje të dyshimta të kësaj kompanie me grupet që SPAK ka identifikuar se sponsorizojnë fushatën e Miles dhe po kërkojnë vota me dhunë. Pacientët në Spitalin Rajonal të Vlorës përballen me mungesë shërbimesh, ilaçesh dhe kushte higjienike të papranueshme.
pavarësisht propagandës për investime moderne. Qytetarët denoncojnë neglizhencë, pajisje të prishura dhe një sistem shëndetësor që i ka bregtisur ata. Ndërkohë që qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë brohorasin me zë të lartë për shëndetësinë falas për shërbime spitalore sipas standardeve evropiane, apo se Spitali Rajonal i Vlorës po ofron shërbime të modernizuara fal investimeve të buxhetit të shtetit, realiteti i përditshëm që përjetojnë pacientët dhe familjarët e tyre është krejt tjetër. Një qytetar i revoltuar ka denoncuar gjendjen dramatike me të cilën është përballur pasi ka shtruar nënën e tij në këtë institucion. Sipas tij, që nga dita e njëjtë e deri më sot, nënës së tij ende nuk janë bërë analizat bazike të gjakut, pavarësisht se është marrë mostër. Për më tepër, në këtë spital mungon edhe gjaku, një nevojë etike, të cilin familjarët ose duhet ta adhurojnë, ose duhet ta blejnë në të njëjtin institucion që deklaron se nuk kam. Kur kërkojmë edhe një aspirinë të zakonshme, përgjigjja është nuk kemi. Mjekët sillen me indiferencë. I thua që pacienti ka 5 ditë me temperaturë të lartë dhe ato thonë, nuk e di. Pyet mjekun që e ka shtruar. Shprehet qytetari duke përshkruar më tej një realitet të trisht, ku stafi mjekësor u lëret nëpër pavione, argëtohen me video në TikTok në sy të pacientëve dhe ku mungesa e etikës është jetësimi i përditshëm. Situata bëhet edhe më alarmante kur përmendet fakti se nuk përdoren dorashka gjatë procedurave mjekësore. Higjiena thuajse është e papranueshme. Banjot nuk funksionojnë, ndërsa pacientët dhe familjarët e tyre flenë në dysheme, pasi nuk ka kushtu shërbim. Dhomat janë të mbushura dhe ambientet kundërmojnë erë të rëndë, ndërsa dyshemet lahen me haçe, edhe pse pacientët vuajnë nga sëmundje respiratore. Analiza specifike. Familjarët duhet të dërgojnë personalisht në klinika private, pasi janë të dalë jashtë funksionit. Ambulancat vinë me staf që siç denoncohet, kundërmojnë alkool dhe me çanta që s'mbajnë as minimumin e nevojshëm. Madje edhe aparatet për diabetin nuk kanë bateri funksionale dhe pacientët detyrohen t'i blejnë vetë. Kjo është panorama e trishtë e një prej spitaleve rajonale më të mëdha të jugut të Shqipërisë, ndërkohë që në propagandë gjithçka tingëllon ndryshe, ndërkohë që zyrtarët mburren me projekte moderne, me investime miliona euro, qytetarët përballen çdo ditë me një sistem shëndetësor që i ka braktisur dhe poshtëruar në mënyrë të turpshme. Shëndetësia falas, për qytetarët që po vuajnë çdo ditë për spitalet si ai i Vlorës, nuk është vetëse një mashtrim i madh i paketuar me slogane. Në spitalin e Shkodrës, gjaku i dhuruar nga qytetarët ruhet në kushte skandaloze, madje edhe në parvazin e dritares për shkak të mungesës së frigoriferëve funksional. Dhuruesit përballen me neglizhencë dhe arrogancë nga stafi mjekësor. Një qytetar ka denoncuar në redaksin tonë një situatë skandaloze në spitalin e Shkodrës, ku ishte paraqitur për të dhuruar gjak. Ai shprehet i tronditur nga kushtet të papërshtatshme dhe të rrezikshme në të cilat ruhen qeset e gjakut që dhurohen nga qytetarët. Sipas tij, frigoriferi ku ruheshin qeset e gjakut ishte i fikur dhe i vjetër, ndërsa në mungesë të kushteve, qeset vendoseshin në parvazën e dritares për të freskuar. Ai ka dërguar edhe foto që dokumenton këtë gjendje shëtësuese. Denoncimi i plotë të qytetarit. Përshëndetje. Dua të denoncoj një rast në spitalin e Shkodrës. Kam qenë sot për të dhuruar gjak dhe kushtet ishin skandaloze. Qeset e gjakut ruheshin në një frigorifer të vjetër, të fikur. I linin dhe në parvazën e dritares, se s'kishin kushtet të tjera. Përveç kësaj, kishte zero pritje, arrogancë dhe nerva nga stafi. Pritesha të më merrnin gjakun me vonesë dhe qëndrova në tension. E kam të dokumentuar me foto dhe video. Ky rast ngre shqetësimin serioz për sigurinë e ruajtjes së gjakut dhe mungesën e respektit ndaj dhuruesve vullnetar, të cilët përballen me arrogancën e stafit dhe mungesën e kushteve më bazike. Redaksia jon i bën thirrje autoriteteve të reagojnë urgjentisht për këtë situatë të papranueshme në një institucion shëndetësor që duhet të garantojë sigurinë e pacientëve dhe respektin ndaj qytetarëve. Pedagogët e Universitetit Luarasi nuk janë paguar prej 3 muajsh dhe nuk marrin asnjë sqarim nga drejtuesit. Ata po mendojnë bojkotin e mësimit, ndërsa pronarët vijojnë jetën luksoze. Kjo nuk është hera e parë që punonësit e Irfan Hysembelliut ankohen për vonesat e pagave. Pedagogët e Universitetit Luarasi në pronësi të biznesmenit Irfan Hysembelliu po përballen me një problem serioz pasi prej 3 muajsh nuk kanë marrë pagat, ndërsa drejtuesit e institucionit nuk ofrojnë asnjë sqarim zyrtar mbi vonesat. Sipas një denoncimi të mbërritur në redaksin ton, pedagogët shprehen se ndodhen në kushte të rënda ekonomike, me detyrime familjare, kredi dhe gjëra për të përballuar, ndërkohë që vijojnë të punojnë pa rrogë prej 3 muajsh. Ata thonë se pronarët e universitetit bëjnë pushime dhe udhëtime luksoze dhe askush nuk kujtohet për punonësit që mbajnë në këmbë universitetin dhe bizneset e tyre.
Në këto rrethana ku të gjitha përpjekjet për zgjidhje kanë rënë në vesh të shurdhët, ata po mendojnë të shkojnë drejt bojkotit të mësimit si një masë ekstreme për një zgjidhje të menjëhershme. Por për hir të studentëve që paguajnë mijëra euro tarifa studimi, ata janë stepur, duke kërkuar një reagim të menjëhershëm nga drejtuesit e këtij universiteti. Duhet thënë se kjo nuk është hera e parë që punonësit e Hysem Belliut akuzojnë pronarin e tyre për vonesën e pagave. Denoncimi i pedagogut. Përshëndetje, doja të bëja një denoncim, ju lutem, duke ruajtur anonimatin, se kështu e kemi hallin. Kemi 3 muaj që nuk marrim rrogën në Universitetin Luarasi dhe askush nuk thot gjë se kur do paguajnë. Është turp i madh se si në përkëmben pedagogët dhe profesorët, jemi të gjithë familjarë dhe me detyrime, por nuk do t'ja di njeri. Ndërkohë që pronarët bëjnë jetë luksi, pedagogët që mos qofshin, 3 muaj po bëhen tani dhe asgjë nuk na thon, na mbajnë me gënjeshtra. Do të shkojmë drejt bojkotit të mësimit, por gjëna edhe për studentët se paguajnë lek për të shkolluar, por kemi ardhur në një pikë që nuk durojmë dot më, se jemi me qera, kredi e fëmijë. Kujtojmë se në kantierin e aeroportit të Vlorës para disa kohësh humbi jetën edhe punëtori i dytë për shkak të mungesës së sigurisë. Ata denoncojnë kushtet të mjerueshme pune, ndërsa u është kërkuar me urdhër që ndërtimi të përfundojë para zgjedhjeve të 11 majit. Siguria në kantierin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës është kthyer në një temë shqetësuese pas një tjetër tragjedie të ndodhur më 19 prill, ku 38 vjeçari Dorian Hasani humbi jetën pasi u rrëzua nga një lartësi. Doriani fatkeqësisht ishte viktima e dytë në këtë kantier, pas aksidentit fatal më 17 janar ku humbi jetën punëtori Nusret Gjoka, 16 vjeç nga Dibra. Pavarësisht ngjarjeve të rënda, situata e sigurisë në kantier mbetet kritike. Kushtet e punës konsiderohen skandaloze nga vetë punëtorët, ndërkohë që asnjë masë konkrete nuk është marrë për përmirësimin e sigurisë. Në vend të kësaj, të gjithë përpjekjet janë përqendruar në përshpejtimin e punimeve, me synim që aeroporti të inaugurohet pak ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Ndërkohë, pavarësisht nxitimit, ndërtimi i aeroportit është shumë prapa afateve. Sipas punëtorëve në terren, kantieri po përballet me vështirësi serioze për shkak të pozicionit gjeografik. Zona ku po ndërtohet ndodhet nën nivelin e detit dhe është e përmbytur me burime ujore nëntoksore. Në mungesë të zgjidhjeve teknike, ujërat mbulohen thjesht me çakull për të mos ndërprerë punën, një praktikë që ngre dyshime të mëdha për sigurinë e strukturës. Përveç kësaj, punëtorët raportojnë mungesë të kushteve më bazike si ujë, pishëm apo tualetet. Tualete për punëtorët nuk ka, më fal, por ne dalim në banjo nga ara, turp në vitin 2025 kantier pa banjo, thot njëri prej tyre duke e shoqëruar edhe me pamje. I njëjti punëtor tregon edhe për momentin tragjik të vdekjes së Dorian Hasanit. Të shtunën vdiq një djalë 38 vjeç se nuk ka siguri. Punohet rumpall hesapi. Mbaroi puna i djalit, tha kam harruar xhupin. U kthye për ta marrë dhe u pengua në litar de Llamarinës, ranga 4 metrë me kokë dhe vdiq në vend. Aktualisht, aeroporti ka të përfunduar vetëm fasadën ballore. Mungojnë elementi jetik si ndriçimi, furnizimi me ujë dhe sistemet sanitare. Ndërkohë presioni për përfundim para zgjedhjeve vjen të rritet. Aeroporti nuk ka mbaruar, do vinë në datën 8 për ta inauguruar. Ai ka veç ballore, nuk ka as drita as ujë. Aty dalin vetëm burime. Këta i kanë hedhur çakull nga lart, pa aty realisht është nën nivelin e detit, shprehet një qytetar. Të gjitha këto flasin për një gjë të vetme. Siguria apo kushtet ku punojnë punëtorët nuk kanë rëndësi fare. Me rëndësi ka që aeroporti të përfundojë para zgjedhjeve të 11 majit. Kanë kaluar 2 vite nga vdekja i 16 vjeçarit Klej Xhaja, por ende askush nuk është përballur me drejtësinë. Familja kërkon drejtësi, ndërsa prokuroria vazhdon të shtyjë procesin gjyqësor pas një vendim konkret. Kur kanë kaluar pothuajse 2 vite nga ngjarja tragjike që i mori jetën 16 vjeçarit Klej Xhaja, ndërsa po lundronte me një jet ski në Llaman, asnjë person nuk është shpallur fajtor dhe familja vijon të kërkojë drejtësi. Ditën e djeshme u zhvillua seanca e radhës gjyqësore, por për fat të keq, sipas familjarëve, prokurori i çështjes e shtyu sërish procesin për në muajin maj, pa paraqitur pretendë dhe pa caktuar asnjë përgjegjësi për vdekjen e adoleshentit. Familjarët thonë se pronari i jet skive Renato Panajoti vijon të jetë i lirë, edhe pse për qëllim fitimi u dha një jet ski 3 të miturve, Klej që humbi jetën dhe 2 shokëve të tij, Rigersi dhe Danieli. Po bëhen 2 vite që Klej nuk është më me ne dhe ne ende nuk kemi një përgjigje. Asnjë nuk ka dalë fajtor. Drejtësia po na mban peng me heshtje dhe zvarritje. U shprehën familjarët të zhgënjur nga mungesa e transparencës dhe vendimeve konkrete. Ngjarja ndodhi gjatë verës së vitit 2023 në Llaman, ku Klej ndodhej për pushime bashkë me miqtë e tij. Ai humbi jetën tragjikisht pasi jet skia e tij u përplas me ato të shokëve, që dyshohet se ishin dhënë pa dokumentacion të rregullt dhe pa kushte sigurie.
Për këtë arsye, familjarët kërkojnë që të gjithë përgjegjësit të vihen përpara ligjit. Ata theksojnë se nuk do të ndalen në kërkesën e tyre për drejtësi dhe paralajmërojnë nëse zvarritjet vazhdojnë, do të ndjekin çdo rrugë ligjore dhe publike për të denoncuar këtë padrejtësi. Grabitjet pështohen çdo ditë më shumë në vendin tonë dhe qytetarët ndihen të pasigurt. Në Tiranë, një tjetër banor denoncoi vjedhjen e 2 palatleteve luksoze brenda pallatit të tij. Grabitjet duket se nuk ndalen në vendin tonë, përkundrazi ato shtohen dita ditës. Kriminalët e rinj nuk tregojnë as pak frikë apo ndjenjë përgjegjësi ndaj ligjit, sikur shteti të mos ekzistonte fare. Sot sjellim një tjetër denoncim, kësaj herë në zonën e ish fushës së aviacionit në Tiranë. Një qytetar tregon se 2 net më parë, 2 të rinj janë futur në ambientet e pallatit ku ai banon dhe i kanë vjedhur 2 palatlete me vlerë 1200 euro. Ai tregon se sapo i kishte bler atletet dhe u bën thirrje personave që i kanë marrë t'i kthejnë në vendin e tyre, por ndryshe do të drejtohen në polici. Ditën e djeshme, zjarfikësit shpëtuan një të moshuar që kishte mbetur i bllokuar në banesën e tij pasi ishte rrëzuar. Ata hynë nga balkoni me litar të dëmtuar, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Pavarësisht sakrificave që ata bëjnë çdo ditë, paguhen vetëm nga 400 deri në 600.000 lekë të vjetra në muaj. Zjarfikësit janë heronj të heshtur të komunitetit që rrezikojnë jetën e tyre për të shpëtuar ato të tjerëve. Së fundmi, një ekip zjarfikësish ka zbuluar heroizmin në përpjekje për të shpëtuar jetën e një burri të moshuar që kishte mbetur i bllokuar brenda banesës së tij. Sipas dëshmitarëve, i moshuari ishte rrëzuar dhe nuk ishte në gjendje të hapte derën për ndihmë. Zjarfikësit, të thirrur menjëherë në vend ngjarje, u përpoqën të hapnin portën pa dëmtime, por pa sukses. Të vendosur për të shpëtuar qytetarin, ata morën një vendim të guximshëm, kaluan nga balkoni i komshiut një kat më sipër, duke përdorur një litar të dëmtuar dhe në kushte të rrezikshme për jetën. Operacioni përfundoi me sukses dhe i moshuari mori ndihmën e nevojshme. Ajo që e bën historinë edhe më të dhimbshme është fakti se këta zjarfikës, të cilët rrezikojnë jetën çdo ditë, paguhen me një rrogë modeste që varion nga 400 deri në 600.000 lekë të vjetra në muaj, në varësi të viteve të shërbimit. Në shumë vende të botës, profesionistë të tillë nderohen si heronj, por në Shqipëri, pavarësisht sakrificave të përditshme, ata vazhdojnë të injorohen nga institucionet dhe të mbeten në harres. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në Ruta Kofshi.